Një lajm i rëndë ka tronditur ditën e sotme publikun shqiptar. Shpat Kasapi, një nga emrat më të dashur të muzikës shqiptare, është ndarë nga jeta në moshën vetëm 40 vjeçare, pas një ataku në zemër. Lajmi ka shkaktuar dhimbje të madhe në të gjithë trojet shqiptare, pasi Shpati ka qenë një artist që është rritur bashkë me publikun dhe që i ka shoqëruar shumë njerëz ndër vite me këngët e tij. Shpat Kasapi u bë i njohur në fillim të viteve 2000, kur solli një stil ndryshe dhe një energji që e dallonte mes artistëve të rinj të asaj kohe. Me një zë të ngrohtë, këngë romantike dhe një prezencë të fortë në skenë, ai arriti të fitojë zemrat e publikut shumë shpejt. Hitet e tij, si AMDO, Vallë Kosovare, Axhami, Aroma e saj dhe shumë të tjera, vazhdojnë edhe sot të dëgjohen, të këndohen dhe të mbeten pjesë e kujtimeve të të gjithëve. Muzikë që kaloi kufit, brez pas brezi. Pavarësisht famës dhe suksesit, Shpati gjithmonë njihej për thjeshtësinë dhe afërsinë që kishte me fansat e tij. Për këtë arsye, lajmi i ndarjes së tij të papritur nga jeta ka prekur çdo njeri që e ka ndjekur rrugëtimin e tij artistik. Sot, publiku shqiptar humbi një artist, por muzika e Shpat Kasapit do të mbetet përjetë një pjesë e rëndësishme e skenës son muzikore. Ngushëllime familjes, miqve dhe gjithë adhuruesve të tij.